Atëherë të nderuara media, po e drejtoj juve sot me një informacion, me një lajm të kopshëm, themshëm për Malishevën, për qytetarët e komunës Malishevës, po sigurisht edhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Fatkeqësisht sot nga asfiksimi i zjarrit në banesën e tyre kemi 3 viktima, babajnë me 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Sapo kemi marrë informacionet, organet tona, prej policisë, urgjenca, emergjenca, gjitha njësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe stafi mjekësor i cili e ka bërë të pamundurën, por në momentin kur është bërë njoftimi, paksa ka qenë ndoshta edhe i vonuar, janë gjetë pa shenja jete babaj me 2 fëmijët e vet. Ky është ai informacioni. Tash policia, etosia, prokuroria, gjithë ata janë duke kryer punën e vet, edhe ne lutemi edhe bëjmë presion që sa më shpejt të zbardhet rasti, si ka rrjedh, çysh ka rrjedh, ajo çka është rëndësishme që gjitha organet kanë qenë në vendin e ngjarjes në kohën e duhur, por fatkeqësisht ka qenë e pamundur që t'i shpëtojmë 3 jetë. Unë në emrin tim personal edhe të kryetarit Kastrati, i cili është për juve media se keni bën presion vazhdimisht me thirrje, sigurisht kryetari Kamëngjesi është i shtrirë për një trajtim mjekësor në spital, edhe besoj shumë shpejt do të del ditët në vijim. Në emrin tim edhe të kryetarit Kastrati, po edhe gjithë qytetarët e komunës Malishevës, i shprehim ngushëllimet më sinqerta familjes Berisha. Për gjitha këto veç janë, e keni pa edhe vetë që janë hetosia, janë duke kryer punën e vet, ne nuk është kompetenca tona dhe nuk e dim si pasojë e çkafit ka rrjedh, sepse momentin veç i kanë gjetë. Po ajo që dihet nga stafi mjekësor thotë që është nga asfiksimi, do të thotë nga tymi i cili ka ndodhur pas kalljes aty, çka ka mund me kallë më djeg aty. Sigurisht organet etosia do dalin me informacionin besoj shumë shpejt. Ky objekt është ndërtu komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Maqenisë Sociale, do të thotë ka qenë bashkëfinancim edhe nga ministria, dhe sigurisht që vazhdimisht shërbimet publike kanë qenë në vëzhgim, në inspektim çdo herë, sepse këtu faktikisht edhe ndrohen banorët. Do të thotë banesat nuk i kanë përhershme, këto i kanë sipas nevojës. Momenti që bën një zgjidhje, lirohet banesa, vjen dikush tjetër. Edhe në vazhdimsi kontrollohen banesat. Kjo me energji elektrike, problemin përveç reduktimeve, nuk ka pas asnjë lajmërim asnjëherë që ka pas ndonjë problem tjetër, asnjë rast tjetër përveç reduktimeve që po ndodhin çdo kohë. Po unë jam nën kryetari i komunës Vesel Krasniqi.